Ne besojmë se nuk është teori, ne besojmë se është hipotezë. Okay. Mirë, po i është dashur në një moment caktuar, le themi, zhvillimit njerëzor dhe dëshira e tyre për të shkëputur nga ndikimi që kishte negativ, që kishte feja në zhvillimin e jetës njerëzore, që thonë asnjëri se ka kriju Zoti, por kemi ardhur nga majmuni etj dhe është zhvilluar në këtë lloj forme. Pra gjithmonë. Por ajo, sipas teje, ngelet hipotezë ende. Sipas me ngelet hipotezë dhe ka, domethënë, dhe qarqe shkencore, akademi botërore, të cilat janë tërhequr. Sepse shkon situata deri në një fazë pastaj kputen gjërat. Në shkencë nuk mund të lësh gjërat të shkëputen, gjërat duhet të jenë sinkron. Teoria, me që folën për këtë, domethënë, shkon në një fazë të kputen gjërat. Nuk shkojnë sinkron, nuk shkojnë të lidhura me njëra tjetrën. Kështu që nuk mund të bësh ti me hatër gjën apo për hir se ka gabuar dikush, bëjmë ne një lëvizje tjetër. Kështu që mos dalim nga përgjigja, unë besoj dhe mendoj që nuk ka përplasje, përkundrazi po pati përplasje, o ka problemin hoxha, o ka problemin shkencëtari, o ka problemin prifti, o ka problemin shkencëtari, se për ndryshe duhet të jenë bashkë. Okay. Absolutisht po. Tani, mund të flasim pak për fillimet e reja. Edhe diçka më shumë, ta Zotin Kur'an, fjala e parë që i zbriti profetit Muhammed ishte, Iqra, lexo. Për leximi çon në zhvillim, çon në shkencë, se janë një. Po. Okej, po. Jemi te fillimet e reja, edhe ne dim që zakonisht fillimet e reja shoqërohen me një ndjesi, nuk di si ta përshkruaj. Çfarë ke për qëllim me fillimet e reja? Vitet e reja. Viti i ri, po thua. Po, pse njerëzit ndihen kaq emocional në fillim të vitit? Kur kanë kaluar vetëm pak ditë në fakt. Apo mos ke për qëllim zgënjur. Të zgënjur, të lodhur, të demoralizuar, sikur janë pa shpresë. Pa ne pra themi ne duhet besimi. Se kur ke besimin nuk i shef këtë gjëra fare, i shef gjëra vetëm me optimizëm. Sepse edhe nëse ka diçka që nuk shkon, ti e përkthen sprov, edhe ecën. Në momentin që nuk e përkthen si sprov, do ta zgjidhësh vetë, edhe mbetesh po aty, ndërkohë që koha ecën, punët ecin. Po duket sikur kjo sprova i zgjat çdo janar dhe çdo janar zgjat 42 ditë. Sepse njerëzit zgjat deri në Mars. Problemi është që nga Mars ka pranverë. Problemi është se njerëzit janë të prirur, kështu shpirtërisht, që mendojnë që sa të kalojmë vitin, të futin vitin e ri gjërat, do të jenë ndryshuara, ndërkohë që vazhdon në njëjta gjë, siç ishte 31 është 1 me fjalë, madje ka ca furra bukur që s'janë hapur, do të çetisësh gjithë janë me ble bukë me fjalë. Kështu që jeta është, do të thonë le të themi këto momentet, nuk është se ndryshojnë rrjedhën e jetës dhe fuqinë dhe energjinë e saj. Dhe duhet ta mendojmë kështu se ky është problemi. Fakti që ne mendojmë kështu, kaluan. E përjetojmë më shumë se sa ç'duhet. Kupton, ndërkohë që nesër prapë do të vish të bësh emisionin. Do vish patjetër. A ka diçka që mendojnë që Zoti ta ka dhënë dhe nuk e ke vlerësuar aq sa duhet, një dhuratë, një bekim, që s'e ke vlerësuar aq sa duhet mbase edhe për shkak të rrethanave dhe që me nisjen e këtij viti të ri do ta vlerësosh më shumë? Një dhunti, nuk e di, dashurinë e bashkëshortes atë fëmijëve, nuk e di më, diçka që nuk... Njeriu ndihet, unë për vetën time ndihem me thënë drejtën, kjo pjesë ndihem pak, mendoj që nuk jam aty ku duhet, për shkak të angazhimit madh që kam. E di. Është vërtet, por... Dhe është e kuptueshme, është. Po shqyr Zotit, domethënë moza ma ka mirë kuptuar këtë pjesë, edhe domethënë shkoj. Unë prapë insistoj ta bëj ato telefonatë.